E kemi zotin Spahiu, përshëndetje. Përshëndetje. Sa po dëshëm të lidhëm me fikën dritat edhe punë për lidhje. Po, ne këm gullin, kështu që s'ndryshon asgjë. Faleminderit. Po, është kjo e tmerrshme që në shekullin, në dekadën e tretë të shekullit 21, të kesh probleme me drita. Duket se vetëm në Kosovë ndodh kjo nuk kam hasur kështu në vendet tjera, edhe në Shqipëri, natyrisht. Por që kemi fituar imunitet, kështu që jemi mësuar edhe pse të vazhdojmë. Protestat, të cilat na çojnë në Serbisë do nis pikërisht me këtë ku mediat raportojnë për shifrat larta njerëzish të cilët marrin pjesë dhe pse është studentëve në vjen e parë. Flasin për mundësinë e disa sinjaleve për trazira. Si është e çfarë po ndodh atje? Po, është ky një presion që perëndimi po i bën presidentit Vučić për të ndryshuar kursin. Në fakt nuk po i bën vetëm presidentit Vučić, po i bën Serbisë, por tani këtu ngërdhehen shumë elementë, domethënë edhe ata elementë të cilët janë në fakt kundër qëllimeve të vërteta të perëndimit aty, edhe ata që janë me perëndimin, është një, si të them, një tollovi e organizuar e cila ka për qëllim që të bëj presion që Serbia të kthehet në kursin perëndimor. Në ndërkohë që Serbia po rrezikon në paqen e Bosnjë dhe që e dini se çfarë po ndodh me Dodik, me vendimet e tij, por faktikisht ai vetëm sa nuk e ka shpallur pavarësinë e Republikës Srpskës nga Bosnja e Hercegovina. Duke luftuar dhe gjithë mekanizmat ndërkombëtar aty të cilët janë të vendosur që pas luftës në Bosnjë. Ndërkohë, ka një prapavitje, kjo është një agjendë më gjerë se sa Serbia, nga kush investohet? Kush është interesuar për të? Këtu është interesuar, perëndimi është interesuar, domethënë që ta bëj Serbinë ta fusë në orbitën e vet, domethënë në fakt që Serbia, domethënë të jetë në NATO, në Bashkimin Evropian, e tjerë që të ndahet nga Rusia, por tani nëse në këtë vazhd mund ta shohim edhe vizitën e djalit të presidentit Trump me presidentin Vučić atje që ishte një farë lloj oferte me gjas çfarë duhet të bëj Vučić në mënyrë që të lihet në paqe, në qetësi. Dhe këto janë, domethënë kur kemi gjëra të këtilla, është ne në Kosovë kemi provuar këtë ajo që quhet teoria policit e mirë dhe policit e keq. Polici i keq të rraf, ndërsa polici i mirë vjen të shpëton, por në këmbim ai i mirë quhet në thojza, sepse në këmbim ai kërkon shërbime pastaj. Nëse ti për shembull zakonisht kjo ndodh në kohën e viteve të 90-ta, aktivistëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët banin jetën paralele në Kosovë, ku një polici rrafte shkonte tjetri e shpëtonte, por thoshte hajde tash duhet të bashkëpunosh me ne. Na tregoj se ku po i mbani ato mbledhjet, çfarë po bëni, etj. Edhe kjo është një taktikë e tillë e cila po përdor tani perëndimi edhe ndaj Serbisë, përkatësisht ndaj presidentit Vučić, i cili akoma nuk po dorëzohet. Ndërkohë, ne do ta shohim se çfarë do të ndodhë gjatë ditës së nesërme, po të shohim pak edhe zhvillimet në Kosovë. Zoti Spahiu, përse po rrin kaq gjatë situata pezull atje dhe drejt çfarë skenari po shkon, pra le të themi kjo lufta e nervave, zgjatja, akuzat për futje të Serbisë. Administrata e cila merret, domethënë e cila e kryen punën jo politike, ajo në fakt bën një politikë edhe ajo, sepse domethënë emërimet politike në ato që ndrohen, njerëzit që ndrohen kur ndryshon qeveria, por administrata mbetet njësoj, domethënë njerëzit të cilët janë punësuar që
të shërbejnë çdo qeverie, por këta njerëz nuk është që do duhet ishin të pa politizuar, jo të politizuar e tjerë, në fakt janë të politizuar dhe janë dhe shumica administratës është vendosur nga ish pushteti, përgjithsisht nga Partia Demokratike e Kosovës që ishte në pushtet për shumë vite para se të vinte Albin Kurti. Dhe duke parë rezultatet të tilla çfarë janë ku Albin Kurti do t'i duhet koalicion me përfaqësues të minoriteteve jo serbe për të bërë qeverinë, ato ngadalësojnë procesin e maksimum në mënyrë që në ndërkohë të shtohet presione ndaj këtyre përfaqësuesve të minoriteteve në mënyrë që të mos bëjnë koalicion me Albin Kurtin. Kjo është domethënë gjithë thelbi i asaj pse ka vonesa kaq të mëdha në numërimin e votave, në verifikimin e tyre etj, sepse dëshirohet të përfitohet në kohë që të bëhet një presion sa më i madh mbi këta që potencialisht do të bëjnë koalicion me Kurtin. Madje përhapën thashë theme se këtu do të vijë Grenell, i cili do të bëj presion, i cili do të pastaj ndryshoj, domethënë do të bëj presion mbi ta deputetët jo serb për të mos bërë koalicion me Kurtin e kështu me radhë. Kjo është gjithë esenca e vonesës së këtij problemi. Thjesht për 4 vjet në qeverisi Albin Kurti nuk ka arritur që të ndryshoj gjën administrat, domethënë administrata ka ngelur ajo që ka qenë, që e vendosur prej pushtetit paraprak, gjykata, prokurori dhe media, të cilat në shumicën e tyre kanë ngelur apo në shërbim të ish pushtetit dhe të qeverisë është kështu vërtet është e zorshme. Pale shto këtu kur ti vendos ministrat pa aft, edhe pse njerëz, domethënë votuesit kanë dhënë një besim të madh, kanë dhënë mbi 50% në rastin e parë, domethënë para 4 viteve, ai nuk arriti të bëjë gjë. Shohim tani nëse do të ndryshojë diçka, nëse do të ndryshojë ministrat e tij, të heq ministrat e paaft nga mund të mos i vendos ata sërish, edhe të provoj që të bëjnë ndonjë punë më efektive, sepse shikoni për shembull e keni parë ministrin e drejtësisë Albulena Haxhiu, tërkohën ankohet në gjykatën prokurori, në ndërkohë që ajo merr rrogë, 4 vite ka marrë rrogë për të ndryshuar këtë gjendje. Dhe ajo ankohet si mund të ankohet çdo qytetar për gjykatat dhe prokuroritë. Është thjesht, domethënë kjo nuk ka asnjë kuptim, kjo tregon vetëm paaftësinë e saj në një rast në një rast domethënë më normal, çdo kush që nuk arrin me ndryshu një gjendje, në cilën edhe vetë është e pakënaqur, do duhet jep të dorëheqje. Por ajo nuk ka bërë, thjesht ka marrë rrogën edhe ka vazhduar për 4 vite të ankohet për punën e gjykatave dhe të prokurorive. Natyrisht në ankesa ka pasur të drejtë, por siç kanë të drejtë çdo qytetar, por ajo ka marrë rrogën për ta ndryshuar atë gjendje dhe nuk ka bërë asgjë. Kjo është një situatë e cila akoma vazhdon të jetë e pranishme në Kosovë. Ndërkohë, si e shikon Kurti në zgjidhjen e këtyre çështjeve, ose a besoni se ndoshta ne nuk ta kemi stabël qeverinë, do të ketë ndoshta zgjedhje, drejt çfarë formule po shkon? Nuk vetë ndoshta çështje bashkëpunimit të numrave, takimet e shumta që janë bërë edhe në ambasada me partnerët, sërish nuk ka kanë çuar në një zgjidhje, edhe në kuadër të asaj që ju thatë, pritje e sinjaleve që vinë nga aleatët. Ka shumë zëra që thonë do të shohim këto takimet edhe pastaj do të lexohet gjithçka. Ditët po kalojnë? Shiko, jo, unë besoj që qeveria do të formohet më në fund mes Kurtit, Limajt dhe minoriteteve, domethënë përfaqësuesit serb Rashić dhe deputetëve jo serb në Parlamentin e Kosovës. Kjo më në fund do të bëhet dhe një qeveri
stabël nuk varet nga shumë nga numrat, sa varet më tepër nga kohezioni që funksionon brenda koalicionit. Ti mund të kesh numrat, mund të kesh dy parti të mëdha në koalicion që mund të kenë ndoshta 70% e votave në parlament, por nëse ato janë të ndara 40-40, për shembull të dy parti dhe nuk kanë një kohezion, kanë një luftë të brendshme mes vetë, atë nuk mund të quhet një qeveri stabile. Është është një qeveri shumë rëshqitshme. Po mund të kesh një qeveri që i ka 61 numra, në këtë rast mbi 50% në koalicion, por që mund të funksionojnë në mënyrë shumë stabile. Prandaj unë besoj që në momentin që do të formohet kjo qeveri, kurti 3, do të ketë stabilitet deri në zgjedhjen e presidentit të Kosovës, kur të duhet 2/3 për të zgjedhur presidentin, dhe atëherë sigurisht që do të ketë telashe të mëdha dhe ndoshta do duhet të shkohet në zgjedhje të sërishme. Faleminderit se s'peju. Ose do të gjendet ndonjë formulë tjetër, por deri atëherë, akoma ka kohë. Variantën që kurti të bëj koalicion me një parti më të madhe opozitare, ai e ka në dorë, ta bëj, se ta bëj tani, kur mund ta bëj edhe pas një viti, nëse do t'i duhet me patjetër ta bëj. Faleminderit, ne besoj të jemi sërish së bashku dhe me lajme të mira urojmë se kaq mund bëjmë nga këtu nga Tirana dhe të shohim me qetësi edhe në morinë e zhvillimeve që kemi edhe këtu, se dhe këtu situatas duket fort mirë, ju e keni ndjekur. Të përshëndes.